Një aksident i rëndë është shënuar në kryeqytet ku një makinë ka përplasur monopatinen ku po lëviznin 3 të mitur. Si pasojë e aksidentit, 3 të mitur kanë përfunduar në spitalin e traumës pasi u përplasën nga makina në bulevardin Dëshmorët e Kombit, teksa lëviznin me monopatin. Policia bën me dije se ngjarja është shënuar rreth orës 10:30, ku një makinë e marketit Pro Natura ka përplasur 3 fëmijë që lëviznin me monopatin. Sipas informacioneve, mësohet se 2 prej tyre përkatësisht, një 9 vjeçar dhe një 11 vjeçar, ndodhen në gjendje shëndetësore stabil, ndërkohë i treti shtetasi me iniciale JN, mosha e të cilit nuk është bërë ende i ditur, ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore me dëmtime në kokë. Makina e marketit Pro Natura ishte duke ecur në korsinë e autobusëve, teksa paraprakisht dyshohet se ka qenë me shpejtësi të lartë. Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në komisariat për veprime të mëtejshme, ndërkaq një grup i posaçëm hetimor po punon në vendngjarje për të sqaruar rrethanat e aksidentit.